Titujt kryesor të gazetave e martë 3 nëntor 2015, Gazeta Panorama, brenda një viti qeveria Rama rekord $1 miliard abuzime. Kreu i KLSH zbulon shifrën e abuzimeve të gjetura gjatë vitit 2014, rreth 80% e tendereve me probleme, batutat me deputetët. Rama qellohet me vezë, studenti Asina të roqën zvarr brenda fakultetit. Hajdut e kryeministër Pler, studentët protestojnë kundër ligjit për arsimin e lartë. Ndot sa heq kapelën dhe vesh kostum, çmëthan Rama e Ruçi. Legalizimet 1225 emra dhe përfituesve që marrin tapin në Tiranë. Veliaj, taksa e shtëpisë do paguhet me faturën e ujit. Kristofrash Çamëria kryqëzat fetare nga Greqia. Veza që ditë bëj kryeministri, pse nuk bëhet ky vend? Mesha e parë në Shkodër si fund dhe fillim. Reforma në drejtësi ja një zgjidhje. Si u xhirua binarët dhe letra për Amizalin. Gazeta Shekulli, pasuritë e kryebashkiakëve të zgjedhurit vendor pronar në Bregdet dhe zotrues llogarive të shumta bankare, çfarë zotrojnë 13 drejtuesit e rinj të pushtetit lokal të votuar më 21 qershor. Spikat kryebashkiaku i Pogradecit Kapri që zotron mbi 45 banesa në Shëngjin, ndërsa Gjona i Pukës ka disa shtëpi banimi jetroje. Goditën në Ramën me vezë lirohen 8 studentët. Kryeministri sulmohet nga një grup studentësh të cilët kundërshtojnë reformën në arsim. Ideatorja një studente nga Tropoja të rinj trofejnë dhunën e policisë. Jepen 5 miliard lekë 31 projektet përfitues. Legalizimet 1230 banorët që marrin shtapit e shtëpive. Adhurimi ndaj modelit të gabuar, ekspertët e Venecias takime në Tiranë. Spartak Ngjela, kemi nevojë për deignorantizim. Informaliteti rrëfen tregtarët, hallet tona me tatimorët. Forum taksa e pronës, bashkitë të vendosin vet. Shkodër i marrin shtëpinë e lëm peng e moshuara vret veten. Gazeta Shqiptare vezë ndaj Edi Ramës, studentët nëntorët në komisariat. Liri Kuçi rrëfen për Gazetën Shqiptare, organizimi ishte spontan. Policia në të roqi zvarr, Rama e Nikola janë non grata. Basha studentët nuk i kanë nxitur PD. Incidenti, kryeministri qellohet nga të rinjt protest për ligjin e arsimit. Kristofrash, qarqet kishtare greke kryqëzat për aneksimin e Shqipërisë. Historiani ja si përshkruan çamët në botimet greke në vitin 1856. Për mbarimi merr shtëpinë vetvritet 62 vjeçarja. Mbesa e denoncoi Xhaxhai nuk e kanë përdunuar 13 vjeçaren. Pronarët në Gjirokastër emrat dhe dokumentet. Taksa e banesës nga janari do të paguhet bashkë me ujin. Theu arrestin e shtëpisë, gjyqi 6 muaj burg për Vladimir Gjutën. Rama premton biznesi i vogël nuk do të paguajë taksa, përfiton kush ka xhiro në 2 milion. Legalizimet në Tiranë, lista me 1230 familjet që marrin leje nga Aluizni, katandisja e kulturës kombëtare. Kauboi nuk është delja e zezë e politikës. Shqiptaria.com, tokat e 7501 do rishikohen të gjitha vendimet e dhëna pas vitit 1991. Ligji i ri për pronat përcakton llogaritjen e vlerës së përfituar me tokën e marrë. Më të rrezikuar pronarët që kanë fituar troje do t'i zbritet nga toka që kërkohet për kompensim. Sheshi Skënderbej do të ketë projekt të ri, fondi 1 miliard lekë, miratohen 4 projekte për investimet në Tiranë. Ndryshimi do të nisë me Unazën e vogël, qendra do të kthehet në pedonale, rrëzohet projekti Lulzim Bashës. Përdhunimi i grave në qelin nga sigurimi ja dokumenti jetuesis, dokumenti ekskluziv, raporti i majorit, punonjësit e sigurimit më thanë. Gruan nesër mbrëmje do ta sjellim këtu dhe ju do t'i mbani kokën. Pallati për Deli Jorgji nisi nga Basha e vulosi KKT. Genseiko paket masash për kredit e këqija në banka, borxhi publik arrin rekordin, shkon në 73.7% të PBB. Gazeta Dita, veza e parë ndaj Edi Ramës, cilët ishin për çfarë protestonin, domethënia e kësaj ngjarjeje në 3 analiza. Luan Pobrati, Berisha me sigurimin e shtetit dhe shikut. Izeta Xhia, një urim i pazakon për ditën. Për luftën e fundit që do t'i mbyll të gjitha, Nosi, Shuteriqi, Filoslavët dhe grabitja e madhe e shqiptarëve, çfarë thon arkivat jugosllave. Pastroi $1 milion, denoncohet gjyqtarja që liroi kreun e komunës. Gazeta Tema, banorët mesazh Ramës, arsyet ligjore pse franga i po ndërton pa leje tek Laguna Blu. Gjyqtarja Durrësit paditet se fsheu $1 milion. Editorial nga Merobaze, vez vendosja, Erion Braçe, këtë vend do ta zhbëj babzia e njerëzve si Sandri. Public Enemy nga Bledimane, nesër do të qelloj edhe unë me vez. Studentët që sulmuan Ramën, pjesë e ekstremit të majt, 2 vite më parë poshtruan Berishën dhe Bashën. Rrëfimi, njerëzit e sigurimit të shtetit përdunuan në burg Musineko Kalarin. Rudina Xhunga i përgjigjet vajzës që punon në call center, nuk të gjykoj, por ky nuk është investim. Antena brenda familjes Sandri shkruar Ramës, të zuri haku i vezëve të mia. Mustafa Nano nis në Tema TV Zululand. Gazeta Mapo, skandali ilaçeve, pendohen zyrtarët e fondit të sigurimeve rrëfen skemën e mashtrimit. Denoncimi, kryebashkiaku të Kryes i humb vula dhe arma e punës. Rama, bizneset e rregullta do të pajisen me certifikat rregullësie. Reforma në drejtësi PD dorëzon tjetër draft në Venecia. E majta ekstreme lëvizja për universitetin godet me vezë kryeministrin. Petro Zheji, kërkimtari i Alefit. A ka shkuar shumë larg antisemitizmi i Iranit që të mund të frenohet? E kuq e vezësh. An kanë pikturash për kërkimin shkencor. Ç'ndodhi në forumin liberal të Dardhës. Gazeta Shqip, Barnat rrëfen 2 të penduar, zbërthehen magazinierja e fondit dhe një administrator farmacie. Skandali i rimbursimit
Burg për 11 arrestuar, hetim në liri për bashkëpunëtorët, pranuan të tregojnë skemën e mashtrimit. Mos veproni si unë, Mitrovic, Krushit janë të ngrirë. Protesta, studentët vezë mbi Ramën s'keni parë gjë akoma. Nishani ankohet Venecia, gjyqtarja nuk justifikon $1 milion. Evazioni $5 milion në kërkim konsulli. Tenderi për matësit elektrik, Begaj sërish në prokurori. PD mbështet studentët, Rama shmang komentet, studentët imitojnë lëvizjen vetëvendosje. Rama deputetëve dilnin të sqaroni bazën, kryeministri tatimorët në rrugë deri në muajin mars. Shpronësimet në Devoll, Fier, Korç, Berat dhe Skrapar, politika po kërkon përballje me artin. Gazeta Sot, Shenasi Rama, po vjen koha që politikanët shqiptar të qellohen me plumba kur paria sunduese nuk ndryshon rrugë përfundon në giotin. Studentët kundër kryeministrit për ligjin spekulativ dhe klientelist Çili Nikolla për arsimin e lartë. Sulmohet me vezë Edi Rama, 8 student shtator në komisariat, atentatorët lirohen pas presionit të protestuesve. Lufta mediatike për rolin e kanakarit të Ramës, Andi Betja mesazh kolegëve, po hani më që keni gatuar. Vujar Leska rëndon pozitat e gjiknurit, çiti interesat kombëtare të ÇEZ firmon sipas një dokument dëmin mbi 800 miliard lekë nga korrupsioni. Femio Shafi, filmat e këtyre 25 viteve vuajnë nga një politizim i tejskajshëm. Rama urdhër deputetëve 2 muaj aksion për reklamimin e arritjeve të qeverisë, akuza për braktisje të bazës, balla për plasët në Alfred Pezën. Ilir Meta, kuvendi i Shqipërisë do të ketë zhvillime intensive në bashkëpunim me Kongresin Amerikan. Kodeli dhe Tahiri u mbajnë parat 1245 ish ushtarakëve dhe policëve bllokuan dokumentacionin për përfitimet e rilogaritura. PDPS negociatat fshehta për formulën zgjedhore, prim, atentat politik ndaj Metës, Idrizit dhe Mediut. Ekspertët e Komisionit Venecias takojnë krerët e politikës dhe drejtësisë kundër shkarkimit të Llallës dhe antarëve të KLD-s. Po ajon, filloi stina e vezëve, studentët që hodhën vezën e Ramës nuk keni parë gjë akoma. Jaguar do ndrimit, drive-it. Vujar Leska i deputetit të PS-s ti nuk je skifter, dukesh si lelek. Kur goditen me vezë liderët. Berisha arsimi publik falas. Rama luftë kundër informalitetit për të ndihmuar biznesin e ndershëm. Klosi në Gjermani takime për arsimin profesional dhe të rinjt. Kryetari i PD-s Basha, PS kopjoi modelin tonë për biznesin e vogël. Legalizimet qytetarët e Tiranës që duhet të tërheqin faturat financiare. Tani edhe toalanti kinez mund të ketë një motor. Ish këshilltari i presidentit Piro Ahmetaj, vendi i kapur nga oligarkët e sofistikuar. Panorama Sport, skandali, gjyqtarët 3 muaj pa u paguar, bluzat e zeza ankohen në NZ për vonesat e parave, Federata hesht. Arbitrat e kampionatit shqiptar nuk kanë marrë asnjë lek që nga fillimi i sezonit. Ofertë nga Azia, Gilberto drejt largimit nga Tirana. Ditari i varfër i Shqipërisë sportive, Gjobilet Veliu gjika i del në mbrojtje, Vllaznia mbetet pa para, shtupina ironi me Kastravec. Tifozi Nantës sulmon Canën, zbardhen motivet, fansi nuk e kishte kapërdyr dot deklaratat e dashurisë për Marseillën. Starova, askush nuk e kupton lojën tonë. Allegri del hapur, Juve fiton Championsin. Ronaldo tremb Realin para PSG-s, mund të largohen, mbyllet telenovela Guardiola rinovon për 2 vite.